Aksident fatal me një të vdekur në kantierin e shkollës në Elbasan, arrestohet administratori. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Elbasan kanë arrestuar në flagrancë shtetasin Marius Saliaj, 33 vjeç, administrator dhe drejtues teknik i punimeve për veprën penale, shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë. Arrestimi u krye pas një ngjarje të rëndë të ndodhur gjatë punimeve për rikonstruksionin e një shkolle në fshatin Polis i Bashkisë Elbasan. Sipas të dhënave paraprake, punonjësi Shpëti Mejdani, 57 vjeç, dyshohet se ka rënë nga një lartësi gjatë kryerjes së punës së tij, përpasoj ka humbur jetën. Grupi hetimor po vijon veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për verifikimin e respektimit të masave të sigurisë teknike në kantier. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë Elbasanit për veprime të mëtejshme hetimore.